Ndalimi i rrjetit TikTok në Shqipëri, ekspertët vetëm kjo masë nuk mjafton. Mbyllja e platformës TikTok nuk do të zgjidh problemin e të rinjve shqiptar, mendojnë ekspertët. Kjo masë e marrë nga qeveria për një periudhë 12 mujore synon shmangjen e ndikimeve negative të kësaj platforme online dhe rritjen e sigurisë së fëmijëve. Mira prindër kanë mbështetur vendimin, të tjerë thonë se vetëm kjo masë nuk mjafton. Në Shqipëri, autoritetet kanë vendosur të mbyllin rrjetin social TikTok për një periudhë 12 mujore si pjesë e masave të përkohshme, sipas tyre, për shmangjen e ndikimeve negative të kësaj platforme online dhe rritjen e sigurisë së fëmijëve në mjedisin digjital. Autoritetet morën këtë vendim pasi zhvilluan 1300 takime me rreth 65.000 prindër në të gjithë vendin. Kufizimi i rrjetit TikTok ndodh pasi një adoleshent goditi me thikë për vdekje një adoleshent tjetër në muajin nëntor të vitit të kaluar pas një sherrje filloi në këtë platformë online. Drejtoresha e shkollës Petronini Luarasi në Tiranë thotë se shumica dërmuese prindërve e mbështesin këtë masë, më shumë se 90% e prindërve kanë qenë shumë dakord për këtë hap. Besoj se ata kanë nevojë për një lloj ndihme, mbështetje për të kufizuar dhe monitoruar këtë kohë të harxuar kohë në një farë mënyre